Rreshtet intensive të shiut të një dite më parë kanë shkaktuar një çarje të argjinaturës së lumit Devoll në afërsi të Sheqerasit, çka ka bërë që sipërfaqet toke bujqësore të përmbyten, kryesisht në zonën torfike. Sipas kryebashkiakut të Maliqit, kjo ka ardhur pasi sasia e rreshjeve të rëna ka qenë e barabartë me sasinë e një viti. Situata është e vështirë. Në 24 orët e fundit, si asnjëherë tjetër, kanë rënë përsëri rreshje shumë voluminoze, 124 mm shi në 24 orë. Me madhje në gjithë Shqipërinë, që do të thotë 124 litra ujë për çdo metro katrore të gjithë territorit tonë. Sipas specialistëve të hidrocentralit të Moglicës, derdhen rreth 500 metra kub ujë në sekond, edhe sipas llogaritjeve që nuk ka ndodhur ndonjëherë, një sasi shumë e madhe, po të marrim konsiderat dhe rreshjet e muajit nëntor që kanë temë ngopur tokën. Do të thotë që situata është shumë e vështirë, kemi përsëri një çarje të lumit Devoll në zonën e Sheqerasit. Sipërfaqja e përmbytur deri më tani ka kaluar mbi 3200 hektar. Për të normalizuar situatën janë duke punuar forca të shumta civile nga Bashkia e Maliq, bordi kullimit dhe 3 ekskavator, ndërkohë edhe lumi Dunavec është afër pikës kritike, por ende nuk ka dalë nga shtrati, ndërsa probleme me rrëshqitjet e dherave dhe gurve ka në zonat malore të Bashkisë Maliq. Edhe pse ka arritur pikën kritike në Dunavec, nuk është qarë pjesa e lumit Dunavec, jemi duke marrë në masa në gjithë territorin, përjashtuar fushën. Zonat e tjera kanë probleme të vogla, rrëshqitje të vogla, për cilat po aktivizojmë mjetet tona, mjetet private, edhe për të bërë të mundur që të ketë lëvizje sa më të mirë të njerëzve, të mjeteve. Me ndërprerjen e rreshjeve të shiut dhe nisjen e borës ka filluar edhe tërheqja e ujrave nga toka drejt lumenjve, çka konsiderohet si një shenjë pozitive për rikthimin në normalitet.